Atë shumica edhe i bin pishman që e kanë bu, po kom pas raste që e kanë kthy gati se krejt pesha. Kanë qenë të kujdesshëm me ushqime, po tash varet edhe për kirurgve. Ka kirurg që ndoshta ju dhimet 80% me hek, e lanë një pjesë më të madhe të luksit, kur është personi i ri, edhe te ato raste pastaj kthimi i peshës është më i lehtë. Po cilat janë komplikimet psikologjike më të mëdha që i hasin këta pacient? Mundet me na tregu edhe e nisi prej përvojës ti personale? Komplikimet janë një ndryshim shumë i madh. Do të thonë, ati nuk i ka pëlqyer vetja si i trash, po them, si obez. Pastaj kur të vinë atë si gjendje që i duken edhe eshnat, ju varet lëkura, se nëse s'kan kujdes në kompenzimin e proteinave, se organizmi ka 3 shkallë të karburantëve. Nëse s'ka karbohidrate, i ndyrnat. Nëse s'ka ndyrnat, i zbërthen proteinat. E tash, këta marrin sasi të vogla të ushqimit, zakonisht të langshme. Edhe kur nuk ka çka merr organizmi, atëherë ti fillon të zbërthen muskujt. Si komplikim tjetër është se ju varet lëkura. Domethënë, edhe shpesh herë, nëse ka raste edhe 70 kg i ka hup, duhet me bën ndërhyrje estetike. Se ju varet lëkura e barkut, e krahve, e mjekrës. Ajo është një gjendje pa përballueshme emocionale për ta kur shikohen pasqyre. Kështu që duhet një mbështetje shumë e madhe edhe prej familjes, edhe prej shoqërisë, po thash paraprakisht që duhet edhe profili psikologjik para se më bëjnë intervenime. Patjetër. Enis, nëse ishe kthy në kohë, a kishe lënë domethënë këtë intervencë, se kishe bë? A i ke ra pishman? Shumë. Ma sa kohë i Mas po thot doktori, kështu bukfalisht shqip, jo që i kum ra pishmanit, po thjesht nuk ja kisha rekomandu askujna. Është shumë vështirë me përballu çatë gjendjen shpirtërore, mas pare emocionale, po është e vërtet që ki përkrahjen e familjes e shoqënisë e rrethit, krejt në rregull, po nuk mundesh me konceptu. Realisht unë shumë i kum ra pishmanit, se ti në momentin kur ulesh mu shqy zbashku me familjarët e tu, edhe ata bukfalisht tu hongër, do më thonë, e shijojnë, te me 2 kafshata të ndërprejet. Ajo ndikon shumë psiqik direkt me tru, prej trunit direkt në ljokt, edhe sjell den qatë pikë që unë shumë pa ta transformu si individ, si person. Tash në këto momente që je, qësh ndihesh fizikisht? Jo, tash e mirë, tash e kum kalu fazën kritike. Ndoshta kum lexuar edhe raste, po më ka ndodhur edhe vetë për veti, që pas parafërsisht një vjet e gjysmë, ka ndodhur shumë persona janë tjetërsua dhe ka ndodhur gjithçka brenda familjeve tyne. Unë jam kanë më i qetë, unë vetë si tip jam, domethënë nuk jam më agresiv, jam më i qetë, më stabil, i marr sanet pak më për toke. Nuk është që ka ndiku diçka, po e kum vrejt që tek unë si individ po ndryshon shumë çka. E para, mos ushqyerja sa duhet, e dyta ka ndodhur që kam qenë shumë agresiv si individ, thjesht se truni jam e kanë konceptu dhe në qatë pikë që unë dikur kum jetu ndryshe, e sot po jetoj ndryshe. Po ka ardhur një moment në jetën tem, kur unë kum thënë stop, boll, ti e ki bo një intervenim të tillë për më dok mirë, me qenë shëndetshëm mirë, krejt kalohet. Çka të ka e fort në këto momente, Enis? Çka të ka bo me motivu vetën edhe me u rikthy, me pranu këto që po e thua? Thjesht thësha po do këna mirë. Pik, dikur nëse kthena vitën mbrapa s'ku mujt, do më thonë, as garderob me gjetë për veti, që ndikon jashtëzakonisht keq pjesën psikologjike të njeriut, në anën tjetër, kur erdha deri në pikën që unë po ka mundësi me shku me një x dyqane dhe po gjej çka do.